Derisa zyrtarët e qytetit çdo ditë promovojnë dhe paralajmërojnë rekonstruime të rrugëve, ditëve të fundit u incizua edhe video në të cilin u promovuan bukuritë e Shkupit, e profesionistët shpesh herë dalin me reagime nëpërmjet të cilave i zbulojnë lëshimet, të cilat nuk do të duhet të ekzistonin në kryeqytet. Plamen Gavrovski, inxhinier i pensionuar trafiku, thotë se rrugët e Shkupit kanë shumë lëshime të cilat mund të rezultojnë me probleme, veçanërisht kur një numër i madh i vizitorëve të vinë në Shkup, siç pritet të ndodhë në fillim të muajit gusht, kur do të zhvillohet Superkupi i UEFA-s. Gavrovski thotë se turistët do të kenë probleme në bulevardin Kliment Ohridski, udhkryqin 11 tetori dhe bulevardin Koqoracin, të cilat janë vetëm një pjesë e rrugëve të cilat kanë infrastrukturë jo të mirë, sinjalizim të keq horizontal dhe mungesë të vijave rrëfyese rrugore. Ako gradot Shkupi misli dhe ka samo Nëse qyteti i Shkupit mendon se vetëm 4-5 ulëse të cilat i ka rregulluar ose që i ka shënuar përreth gjasisë së tribunës veriore dhe kositja e barit rreth parkut, nëse mendon se me këto është përgatitur që t'i pres këta turist, atëherë i lumt, le t'i pres. Derisa zyrtarët mundohen ta përmirësojnë pjesën periferike, kështu duket tani kej në qendër të qytetit. Në pjesën e zonës së kombësorëve, nëse kalojnë përreth kejit të Vardarit, duhet të përballen me disa lëshime komunale. Në vet lumin Vardar, në të cilin mund të gjendet një numër i madh i mbeturinave, tek anijet ose tek pjesët ku janë të vendosur shtyllat e betonit. Kryetari i Shkupit Koce Trajanovski dhe ai aerodromit Ivica Konevski sot paralajmëruan rekonstruimin e rrugëve Todor Çangov dhe Gjorgji Krapçev dhe disa pjesë të bulevardit Ekspedita e Shkurtit. Qyteti i Shkupit do të ndajë gjysmën e të hollëve për rekonstruimin e kësaj rruge. Është sjellur vendim në Këshill. Është nënshkruar marrëveshje mes komunave dhe besoj se kjo është një mundësi e mirë që të përmirësohen kushtet për banorët e kësaj zone. Me rastin e ndeshjes futbollistike mes Real Madridit dhe Manchester Unitedit më 8 gusht në Shkup pritet të udhëtojnë mijëra tifozë të huaj futbollistik, por edhe shumë tifozë nga vendet e tjera të Maqedonisë.